Kosi në mëngjes ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyrë të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë, ose si një vakt i lehtë. Ai është i pasur me kalium, me kalcium, magnez, vitaminë B2, B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e ngrënies së kosit në mëngjes dhe pas tij. Kosi në mëngjes do të përmirësojë tretjen. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë pasi kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleni. Sipas të dhënave, kaliumi dhe kosi ndihmon në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Kosi është i mirë edhe për shëndetin e kockave.